Përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka bërë të ditur se raporti i piketave të ndërmjetme i njohur si IBAR ka kaluar nga grupi teknik i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas tij, ky vendim përbën një hap pozitiv në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Shqipëria duket se është një hap më pranë mbajtjes së konferencës së radhës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në kuadër të procesit të negociatave për anëtarësim. Lajmi u bë ditur nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu, i cili deklaroi se raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, i njohur me ankronimin teknik IBAR, ka kaluar tashmë nga grupi teknik i punës COELA në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. 70 institucione që janë koordinuar, 190 ekspert, janë zhvilluar 90 orë raportim në Komisionin Evropian dhe janë dërguar mbi 8.000 faqe dokumentacion. Dhe ndaj dua t'i falenderoj kolegët për punën, por dua të falenderoj dhe institucionet e pavarura të drejtësisë për bashkëpunimin që kanë pasur me Ministrinë e Drejtësisë, e cila koordinon këtë punë dhe drejton këtë proces. Raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, apo si ju jeni mësuar që ta thërrisni me gjuhën teknike, pra me akronimin teknik IBAR-i, ishte një proces teknik dhe është një proces që progresoi, tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme, dhe tregon që procesi lëviz, procesi ecën dhe ka mbështetje faktike dhe institucionale të çdo mase nga ana jonë, pra nga ana e shtetit shqiptar. Grupi i ambasadorëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, i njohur si COREPER, përfaqëson nivelin e dytë vendimarrës brenda Këshillit Bashkimit Evropian dhe luan rol kyç në përgatitjen e vendimeve politike të Unionit. Kalimi i çështjes së Shqipërisë në këtë fazë shihet si një hap i rëndësishëm drejt organizimit të konferencës ndërqeveritare, e cila pritet të zhvillohet në ditët ose javët në vijim dhe do të shënojë një tjetër etapë në procesin e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar demokratik procesin për zgjedhjen e kryetarit të partisë, ndonëse ndodhet i vetmi në garë. Berisha tha se mungesa e kandidatëve të tjerë lidhet me mungesën e dëshirës për të hyrë në garë pa rezultat të sigurt. Ai reagoi edhe ndaj letrës së ish deputetit Ervin Saliani drejtuar partive popullore europiane, ndërsa paralajmëroi vijimin e protestave opozitare kundër qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbrojtur procesin për zgjedhjen e kreut të partisë, duke e cilësuar atë si formën më demokratike të zgjedhjes së një lideri politik. Në një deklaratë për mediat, Berisha shpjegoi dhe arsyet pse ndodhet i vetëm në garën për drejtimin e partisë, duke theksuar se në shumicën e rasteve kandidatët shmangin përballjen me kryetarin në detyrë për shkak të pasigurive mbi rezultatin. Në 75% të rasteve kur në garë është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në garë. Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund të hynë në garë, mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Berisha komentoi dhe letrën e ish deputetit demokrat Ervin Saliani drejtuar partive popullore europiane, ku Saliani ngrite shqetësime për bllokimin e garës dhe mos respektimin e statutit Partisë Demokratike. Dhe ai që shkruan letër është një vetë përjashtuar nga kjo parti, por ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruajë letra ku të dojë, është i lirë, sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë, gjykatës partisë, ku të shpreh ankesën, megjithse ai u vetë përjashtua, zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruara nga zyra e Edi Ramës apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Secili mund të shkruajë letra. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal edhe te situata ekonomike në vend, duke deklaruar se kostoja e jetesës për qytetarët shqiptarë është rritur ndjeshëm gjatë 4 viteve të fundit. Se 4 vitet e fundit, kostoja e jetesës së shqiptarëve është rritur 60%. Korrupsioni, vjedhja në tendera arrin në vit në 1.2 miliard euro. Vjedhja në tendera te i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. I pyetur nga gazetarët për vijimin e aksionit opozitar dhe mundësinë e një vere të nxehtë politike, Berisha paralajmëroi se protestat kundër qeverisë do të vazhdojnë. Opozita nuk ka pushime. Opozita ka
kryengritje paqësore, betejë të pandërprerë me mafjen më të rrezikshme të Europës dhe njërin prej më të rrezikshme në botë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi prioritetet e institucionit që drejton duke vendosur në fokus hartimin e kodit të ri penal dhe çështjen e amnistisë. Sipas tij, drafti i kodit penal ndodhet në fazën përfundimtare dhe pritet të konsultohet me ekspertë ndërkombëtar. Gogu deklaroi gjithashtu se amnistia do të shqyrtohet së shpejti në parlament pas marrjes së vlerësimit nga Komisioni Evropian. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi këtë të martë prioritetet kryesore të institucionit që drejton duke vënë theksin të reforma në drejtësi dhe përfundimi i kodit të ri penal. Sipas ministrit, drafti i ri i kodit penal ndodhet në fazë përfundimtare dhe pritet që grupi i punës të dorëzojë variantin final për konsultim me ekspertët ndërkombëtar. Në proces kemi disa ligje të rëndësishme që u shërbejnë objektivave tanë strategjik që thash, që janë fuqizimi i garancive proceduriale, siç është kodi penal, i cili ka bërë një udhëtim të gjatë, ju e keni ndjekur, grupi i punës, konsultimet përkatëse, jemi në fund të tij, presim nga grupi i punës të marrim draftin për ta konsultuar me ekspertët europian të vendeve me legjislacion të ngjashëm me ne, pra nga i cili është influencuar dhe legjislacioni ynë, pra italian, francez dhe ekspertë të Këshillit të Europës që antar të cilës ne jemi dhe që vërejnë standardet e drejtësisë në Shqipëri. Kodi penal gjithashtu do të siguronte që pra korrupsioni, krimi ekonomik të kenë vëmendjen e duhur dhe të përgjigjen kontekstit shqiptar, pastrimi i parave gjithashtu, proporcionaliteti penal është një nga elementet që presim që të adresohet me kodin e ri dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut është një nga fokuset tona, natyrisht të nxitur dhe nga ekspertët e Këshillit të Europës. Kodi i procedurës penale ka nisur nga puna. Një tjetër çështje e rëndësishme e trajtuar nga ministri ishte amnistia penale, për të cilën dha sinjale pozitive duke garantuar se procesi do të realizohet. Për sa i përket amnistisë penale, është një instrument i politikës tonë penale, e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash, fuqizimin e të drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret, kapitullin e themelore 23 i cili hapet dhe mbyllet, hapet i pari dhe mbyllet i fundit, unë besoj që do të fillojmë të merremi me amnistin. Ministri sqaroi se aktualisht pritet vlerësimi nga Komisioni Evropian për çështjet e lidhura me kapitullin e themelorëve, ndërsa menjëherë pas kësaj do të nisë diskutimi i amnistisë në parlament. Gogu ndal edhe te debati për hartën e ri gjyqësore, e cila është kundërshtuar nga komuniteti i avokatëve. Ai theksoi se sipas ligjit harta gjyqësore do të rishikohet pas 2 viteve funksionimi. Një person ka mbetur i plagosur këtë të martë gjatë një operacioni të policisë në qarkun e Lezhës. Sipas informacioneve paraprake, i dyshuari ka qenë i armatosur dhe ka kundërshtuar efektivët duke sjellë shkëmbim zjarri mes palëve. I plagosur u transportua fillimisht në spitalin e Kurbinit dhe më pas në spitalin e traumës në Tiranë, ndërsa policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes. Një operacion policor i zhvilluar këtë të martë në qarkun e Lezhës, shoqëruar me të shtëna me armë zjarri, ku përpasoi një person ka mbetur i plagosur. Burimet paraprake bëjnë me dije se ndërhyrja e forcave të policisë kishte si qëllim arrestimin e një personi të dyshuar, i cili sipas të dhënave operative rezulton i armatosur dhe me rrezikshmëri. Gjatë momentit të ndërhyrjes, i dyshuari dyshohet se ka tentuar të kundërshtojë efektivët dhe të kryejë veprime të rrezikshme ndaj tyre, çka ka sjellë reagimin e policisë dhe shkëmbim zjarri në vendin e ngjarjes. Nga të shtonat, personi kërkuar ka mbetur i plagosur. Ai është transportuar fillimisht drejt spitalit të Kurbinit, ku ka marrë ndihmën e parmjekësore, ndërsa për shkak të plagëve është dërguar më pas në spitalin e traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Deri tani nuk janë bërë publike identiteti i të plagosurve apo detaje mbi gjendjen e tij shëndetësore, ndërsa autoritetet po mbajnë në monitorim situatën. Në vendngjarje kanë pritur forca të shumta policie dhe grupi hetimor, i cili po kryen veprime proceduriale për të dokumentuar të gjithë dinamikën e ngjarjes. Burimet pranë hetimit bën me dije se po verifikohet edhe arma e përdorur nga i dyshuari, si dhe rrethanat në të cilat është zhvilluar ndërhyrja policore. Deri në publikimin e një reagimi zyrtar nga policia e shtetit, informacionet mbeten paraprake, ndërsa hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të incidentit.
Avokati i popullit ka konstatuar se kushtet në disa institucione penitenciare në Shqipëri ofrohen me standardin e trajtimit degradues të personave të privuar nga liria. Gjetjet bazohen në inspektime të kryera gjatë vitit 2025 në 18 burgje dhe paraburgime të vendit. Problematikat më serioze janë evidentuar në burgjet e Burrelit, Lushnjës, Kukësit, Tepelenës si dhe në institucionet Minepeza dhe 313 në Tiranë. Avokati i popullit ka publikuar një raport shqetësues mbi gjendjen e institucionet penitenciare në Shqipëri, ku konstatohet se trajtimi i personave të privuar nga liria në disa burgje ofrohet me standardin e trajtimit degradues. Raporti bazohet në inspektime të zhvilluara gjatë vitit 2025 në 18 institucione penitenciare, si dhe në shqyrtimin e 115 ankesave të paraqitura nga të burgosurit dhe persona në paraburgim. Sipas avokatit të popullit, problematikat më theksuara janë evidentuar në burgun e Burrelit, burgun e Lushnjës, burgun e Kukësit, institucionin Minepeza, burgu 313 në Tiranë dhe burgun e Tepelenës. Në këto institucione ka konstatuar ambiente të amortizuara, mungesë hapësirash, lagështir, mungesa irimi dhe ndriçimi, si dhe kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare. Raporti evidenton gjithashtu mungesën e shërbimeve të nevojshme shëndetësore dhe rehabilituese për të burgosurit, ndërsa në disa raste personat e privuar nga liria detyrohen të mbajnë sendet personale me qese plastike për shkak të mungesës së dollapeve. Një tjetër problem i evidentuar është mungesa e produkteve bazë të higjienës dhe detergjentëve në pastrimin e qelive, si dhe mos funksionimi i sistemeve të ngrojes dhe ftojes, veçanërisht gjatë temperaturave ekstreme. Sipas raportit, shqetësuese mbetet edhe cilësia e ushqimit, ku evidentohet mungesë larmishmërie dhe sasi e pamjaftueshme për të burgosurit. Po ashtu, të burgosurit kanë mundësi shumë të kufizuara për aktivitete social-kulturore dhe programe rehabilitimi, çka sipas avokatit të popullit ndikon negativisht në integritetin fizik dhe psikologjik të tyre. Institucioni thekson se në këto kushte bien ndesh me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për trajtimin e personave të privuar nga liria dhe cënojnë dinjitetin njerëzor. Në përfundim të raportit, avokati i popullit ka rekomanduar Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve mbylljen e disa prej institucioneve ku problematikat konsiderohen të përsëritura dhe të rënda. Raporti evidenton gjithashtu mbi popullimin e burgjeve në institucionin 313 në Tiranë rezulton me 55 të burgosur mbi kapacitetin maksimal, ndërsa burgjet e Vlorës, Fushkrujës dhe Lezhës paraqisin gjithashtu të mbushje të konsiderueshme. Sipas raportit, burgu i Lezhës mban numrin më të lartë të mbi popullimit me 181 të burgosur mbi kapacitetin e parashikuar. Bordi i Transparencës ka vendosur rritjen e çmimit të naftës dhe benzinës në tregun vendas si pasojë e luhatjeve në bursat ndërkombëtare. Nafta është rrituar me 3 lek për litër, ndërsa benzina me 1 lek. Vendimi prek si tregtimin me pakicë, ashtu edhe ato me shumicë në të gjithë vendin. Çmimet e karburantit në Shqipëri kanë psuar një tjetër rritje pas vendimit të fundit të Bordit të Transparencës, i cili argumenton se ndryshimet lidhen me luhatjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Sipas vendimit të Bordit të Transparencës, çmimi i naftës është rritur me 3 lek për litër. Në pikat e tregtimit me pakicë, nafta do të shitet deri në 205 lek për litër nga 202 lek që ishte çmimi më parshëm. Ndërkohë, në tregun me shumicë, çmimi maksimal i lejuar për naftën do të jetë 193 lek për litër. Rritje edhe pse më të lehtë ka psuar edhe benzina. Sipas vendimit të bordit, benzina do tregtohet me pakicë deri në 189 lek për litër, ndërsa për tregtin me shumicë, çmimi maksimal i benzinës është përcaktuar në 177 lek për litër. Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe pritet të reflektohet në të gjitha pikat e karburantit në vend. Rritja e çmimeve të karburantit pritet të ndikojë edhe në koston e transportit dhe produkteve të konsumit, në një kohë kur tregjet ndërkombëtare vijojnë të karakterizohen nga luhatje të forta të çmimit të energjisë. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë në pyetje ish-drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj, e cila i qëndroi për pak minuta në ambientet e prokurisë së posaçme. Në dalje të godinës, ajo nuk dha asnjë deklaratë për mediat, ndërsa përgjigjet u shmangën nga avokatja e saj, e cila tha se çdo prononcim do të bëhet në momentin e duhur.
Ish-drejtoresha e Agjencisë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj është paraqitur këtë të martë në ambientet e strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku u qëndroi për një kohë të shkurtër. Pas daljes nga godina e prokurisë së posaçme, Karçanaj u përballë me interesimin e gazetarëve të pranishëm, të cilët i drejtuan disa pyetje lidhur me arsyeën e paraqitjes së saj dhe hetimet e mundshme në zhvillim. Megjithatë, ajo nuk pranoi të jap asnjë koment, duke shmangur përgjigjet dhe duke mos bërë asnjë deklaratë për mediat. Në këtë moment ndërhyri avokatja e saj, e cila i kërkoi gazetarëve që çdo prononcim zyrtar do të jepet në një kohë tjetër kur çështja të konsiderohet e përshtatshme për të bërë publike. Paraqitja e saj në SPAK vjen në një kohë kur prokuria e posaçme ka intensifikuar hetimet për disa çështje që lidhen me institucionet publike dhe tenderimet në sektorin e teknologjisë së informacionit. Megjithëse deri tani nuk janë bërë publike detajet zyrtare mbi statusin e saj procedurial. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të rikthejë në strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar çështjen ndaj gjyqtares Irena Gjoka për plotësim me hetimesh. Vendimi i gjyqtares Marinela Osmani i lë prokurorisë së posaçme një afat 6 mujor për kryerjen e veprimeve shtesë hetimore. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur këtë të martë të rikthimin për plotësim hetimesh në SPAK të çështjes ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Vendimi është marrë nga gjyqtarja Marinela Osmani, e cila i ka lënë prokurorisë së posaçme një sër detyrash hetimore për të përmbushur, si dhe një afat për 6 muajsh për përfundimin e tyre. Çështja nisi pas kallëzimit të bërë nga Partia Demokratike, e cila pretendon se gjyqtarja Gjoka ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një vendim dënimi të dhënë ndaj saj nga një gjykatë në Greqi. Megjithatë, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte kërkuar pushimin e procedimit penal me argumentin se procesi në Greqi është zhvilluar në mungesë dhe nuk ishte provuar nëse gjyqtarja kishte qenë në dieni të vendimit. SPAK argumentoi gjithashtu se ndjekja penale për këtë çështje rezultonte e shkuar për shkak të parashkrimit. Vendimi i GKK-s për rikthimin e dosjes për hetime shtesë është konsideruar si fitore nga Partia Demokratike. Përmes avokatit Genç Zhukuta, i demokratët deklaruan se SPAK ishte përpjekur ta mbyllte çështjen pa hetim të plotë dhe se tashmë prokuroria e posaçme duhet ta çojë hetimin deri në fund. Nga ana tjetër, veçgjyqtarja Irena Gjoka në dëshminë e saj para SPAK-ut ka deklaruar se nuk ka pasur dieni për vendimin e pretenduar të autoriteteve greke dhe se nuk ka qenë asnjëherë në dieni të ndonjë procesi penal të zhvilluar ndaj saj në Greqi. Punonjësit e kompanisë Mapco Construction dhe përfaqësues të projektit të dyja Group nuk kanë lejuar të hyjnë të dytën ditë radhazi në kantierin e aeroportit të Vlorës. Situata ka sjellë përplasje me forcat e policisë dhe pezullim të punimeve, ndërsa në sfond mbeten mosmarrëveshjet për kuotat e pronësisë në projektet e aeroportit. Situata në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të mbetet e tensionuar pasi për të dytën ditë radhazi punonjësit dhe përfaqësuesit e kompanive të përfshira në projekt nuk janë lejuar të hyjnë në zonën e ndërtimit. Bëhet fjalë për kompaninë Mapco Construction SA dhe Dyja Group, të cilat prej muajsh janë të angazhuar në ndërtimin e aeroportit të Vlorës, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Mospërfshirja në kantier ka sjellë bllokimin e plotë të punimeve, ndërsa për orë të tëra përfaqësues të kompanive kanë kërkuar hyrjet në ambientet e ndërtimit me qëllim vijimin e punës. Sipas burimeve nga vendngjarja, në qendër të konfliktit qëndrojnë mosmarrëveshjet mes dy kompanive për ndarjen e kuotave dhe kontrollin e projektit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Situata ka sjellë edhe ndërhyrjen e forcave të policisë, ndërsa raportohet se tensione dhe përplasje kanë ndodhur edhe gjatë ditës së mëparshme në zonë. Si pasojë e bllokimit, punimet në kantier janë pezulluar, duke e shtyrë për momentin dhe afatin e planifikuar për inaugurimin e aeroportit, i cili ishte parashikuar të realizohej në fund të muajit maj. Deri tani nuk ka një afat zyrtar se kur mund të rifillojë normalisht punimet, ndërsa situata mbetet e hapur dhe nën monitorim nga autoritetet përkatëse. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 20 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht stabil dhe i ngrohtë.
me intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa rreshtet e izoluara do të mbeten në zonat lindore. Paraditja do të jetë tek thjellët në ultësirën perëndimore dhe bregdet, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta kalimtare në zonat malore, verilindore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Gjatë të ditës priten rreth 7 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor dhe jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 13 deri në 24 gradë Celsius, Kukës 10 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 10 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 22 gradë Celsius, Durrës 13 deri në 22 gradë Celsius, Kavaj 12 deri në 21 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 23 gradë Celsius, Berat 12 deri në 22 gradë Celsius, Korç 6 deri në 17 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 21 gradë Celsius, Sarandë 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 maj 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht stabil me vranësira të pjeshme dhe intervale të shumta me diell. Paraditja do të jetë kryesisht tek thjellët në pjesën qendrore dhe jug-perëndimore, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të lehtë të vranësirave pareshje domethënëse. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 17 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Pej 11 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 18 gradë Celsius, Perizaj 11 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 17 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit të Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.